Në një opinion të përbashkët të publikuar në gazetën gjermane Frankfurt Allgemeine Zeitung, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, dhe presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, propozojnë një qasje praktike për vendet e Ballkanit Perëndimor drejt integrimit evropian. Sipas tyre, vendet kandidate duhet të përfitojnë menjëherë nga tregu i përbashkët dhe zona Schengen, duke u dhënë qytetarëve përfitime të prekshme dhe duke forcuar pozitën ekonomike dhe gjeopolitike të Bashkimit Evropian, pa krijuar ngarkesa shtesë për institucionet e tij. Dy liderët theksojnë se ideja nuk kërkon të drejta vetoje të reja, komisioner shtesë apo ndryshime në Parlamentin Evropian, duke e bërë procesin më të pranueshëm për opinionin publik të vendeve anëtare. Ata e shohin këtë hap si një mënyrë për të zbutur dilemat brenda Bashkimit Evropian, ndërkohë që disa shtete kërkojnë rrugë realiste drejt antarësimit të plot, të tjerët duan të ruajnë efikasitetin dhe unitetin e Unionit. Ndërkohë, Shqipëria ka avancuar më shumë në procesin e integrimit, duke hapur kapitujt e fundit negociues në vitin 2025, ndërsa Serbia ka 22 kapituj të hapur, por pa progres të dukshëm vitet e fundit, duke mbetur larg antarësimit të plot.